tash e kemi zgjedhjet në një kohë për shkak se kur fola për atë 60% që nuk e thash rastësisht, po gjithmonë u mundova ta ndërlidh me datën 28. Për shkak se gjithë e dim që gjatë asaj periudhe ka shumë qytetarë të Republikës Kosovës të cilët i kanë planifikuar pushimet para se me ardhë me u përcaktu data. Dhe ka shumë qytetarë që dalin, shkojnë dika, po në anën tjetër e kemi një diasporë e cila kthehet këtu. Dhe kam përshtypjen që pikërisht këtë dëshiron që ta shfrytëzoj edhe presidentja edhe lëvizja vetëvendosje, por të e pas parasysh që presidentja fort i animoj lëvizjes vetëvendosje në këtë rast, atëherë mendoj që kjo është duke u bërë me një qëllim të caktuar, por shkak se në sytë e min nuk ka kuptim që t'jetë në zgjedhjet parlamentare me njëherë pas Krishtlindjeve e pak para vitit ri. Ashtu ma mirë mi pas lanë... Pastaj edhe numërimi vota, festat, ashtu ma mirë mi pas lanë me 31-in apo me të parin, edhe ato është ditë pushimi. Nuk është